Policia e Kosovës ka njoftuar se në bashkëpunim dhe koordinim të ngushtë me ambasadën amerikane në Prishtinë, sot nga ora 15 deri në orën 21 do të realizojë një ushtrim të gjerë në Prishtinë për fshirë zonën pranë objektit të ambasadës amerikane, e cila gjendet në lagjen Arbëria të kryeqytetit. Policia e Kosovës sot në orët e mbrëmjes do të realizojë një ushtrim të përbashkët me ambasadën e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Prishtinë. Ky ushtrim është paraparë që të fillojë në orët e mbrëmjes, duke filluar diku rreth orës 15 e që mund të zgjasë deri në orën 21 të mbrëmjes. Andaj meq kemi një ushtrim të shkallës së gjerë, i cili bëhet në koordinim dhe bashkëpunim të ngushtë me partnerët tanë strategjik, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, neve na duhet që t'i bllokojmë përkohësisht disa rrugë që përfshin zonën e lagjes Arbëria, me qëllim që të shmangim të llovit, me qëllim që të kemi një trafik të lirë për qarkullim, lutim qytetarët që të mos shfrytëzojnë rrugët që të shpihen në drejtim të zonës lagjes Arbëria, konkretisht në drejtim të zonës së ambasadës amerikane në Prishtinë. Pra, lutim që të shmangim qarkullimin në rrugën, duke filluar nga rrethi i Arbërisë prapas stadionit Fadil Vokli, e që të shpihen në drejtim të lagjes Dragodan, deri tek rrethi tjetër i cili ndërlidh drejtimin Prishtinë me drejtimin Mitrovica. Po ashtu mund të ketë edhe ndërprerje të përkohshme të qarkullimit të rrugëve alternative brenda kësaj zone, andaj lutim qytetarët që në këtë kohë të shmangin këto rrugë për qarkullim. Policia e Kosovës do të jetë aty që të ndihmojë dhe të riorientojë trafikun deri në përfundim të këtij ushtrimi. Të gjitha këto informacione Policia e Kosovës do t'i bëjë publike edhe përmes faqeve të saj zyrtare. Sipas njoftimit, ushtrimet e përbashkëta të Policisë së Kosovës dhe ambasadës amerikane janë një tregues i forcimit të mëtejmë të bashkëpunimit në siguri dhe për të siguruar gatishmërinë në menaxhim dhe reagimin ndaj situatave emergjente dhe të çfarëdo incidenti të mundshëm në Kosovë.